Këtu jemi në dupleksin 112.56 metra katror në kodër të kompleksit Tregtia, ose Kodrina. Ky dupleks ta jep përshtypjen sikuri në një shtëpi dy katëshe duke jetuar. Ndodhet në katin e parë dhe të dytë, mirë po komplet objekti është vetëm 4 kat. Dupleksi thuajse është i gatshëm për banim. Brenda një muaji dorëzohen edhe qelsat. Këtu kanë mbet vetëm edhe disa detaje të vogla për të finalizuar. Ka mbet sanitaria në banjë mu vendos, rryma ose energjia elektrike mu bo me trafo dhe pjesa e shkallëve në hyrje të objektit. Në katin e parë është vetëm qëndrimi ditor, kuzhina, një depo dhe balkoni, po ashtu e keni edhe një banjo, ndërsa në katin sipër ta shkojmë ta shohim. Në katin e dytë i kemi 2 dhoma xhumit dhe 2 banjo. Dhomat janë shumë të mëdha. Eja shikoj. Sheh. Është dhomë, çfarë më thon tjetër, sallon. Pamjen e veçantë aty në është që komplet pamja është nga parku i lagjës Kodrina, i vetmi park në këtë lagje, ndërsa prapa nesh janë institucionet shkollore, shkolla, kopshti dhe ambulanta. E kjo këtu është dhoma e dytë e xhumit, është po ashtu e madhe sa dhoma tjetër. Nga pamja jashtme, objekti është 4 kat. Fasadën e ka ventiluese, është nga fasadat më të shtrejta. Pamjen komplet banesa, balkoni i parë me ngjyrë të verdhë është dupleksi, i pari dhe i dyti, komplet banesa she nga parku i lagjës Kodrina. Pozita është fantastike në kuadër të kësaj lagje, është mundësi ideale për ju që dëshironi me jetu në katët e ulta, por edhe në objekte që s'ka shumë banor, për shkak të frekuentimit të madh njerëzve që mundën me pas nëpër objekte të larta, a këtu është përparësia shumë e madhe. Vetëm 4 banesa në kat, në 16 në total. Çmimi total i dupleksit është 168.000 euro, apo në metër katror është 1.500 euro. Na telefononi dhe bëje tuajin dupleksin në katin e parë.